Presidenti i Flamurtarit, Sinan Idrizi, falenderon televizionet, mediat dhe portalet për pasurimin me profesionalizëm të ngjarjeve që u shënuan në ndeshjen Flamurtari Elbasani. Në veçanti, Presidenti Idrizi vlerëson dhe falenderon për pasurimin korrekt gazetarin e televizionit 6+1 Vlora dhe gazetës Panorama Sport, Ermal Sika, për raportin që i bëri të gjithë asaj çfarë ndodhi në takimin e së shtunës mbrëmje. Në një reagim për mediat, Idrizi theksoi se pjesa më e madhe e mediave arritën të transmetojnë me korrektësi atë që ndodhi në stadium, duke informuar publikun me profesionalizëm dhe panshmëri. Sipas tij, raportimi i drejtë është thelbësor për të kuptuar realisht situata të tilla sportive që shpesh shoqërohen me tensione dhe emocione të forta. Ndeshja mes Flamurtarit dhe Elbasanit shënoi disa incidente dhe provokime nga tifozët dhe futbollistët miq. Në veçanti, kapiteni i Elbasanit, Emiliano Musta, që disa vite më parë ka qenë futbollist i Flamurtarit, ka vazhduar me provokime ndaj stafit dhe futbollistëve të Flamurtarit, të cilët po largoheshin drejt dhomave të zhveshjes. Në momentin që skuadra do të futeshin në tunel, Emiliano Musta debaton me një zyrtar të Flamurtarit. Përfaqësuesi i klubit Lonjat i thotë nuk të takon ty Musta të sillesh kështu në Vlorë. Por Musta kundërpërgjigjet keq dhe nis edhe konflikti që solli reagimin e ashpër të futbollistëve të Elbasanit, që dhunuan fizikisht futbollistët e Flamurtarit. E gjithë situata u ndez nga Elbasani, ku edhe tifozët provokuan duke hedhur fishek zjarre në drejtim të sektorit ku ndodheshin tifozët e Flamurtarit. Për të qetësuar gjendjen, u desh ndërhyrja e policisë, si dhe vetë presidentit Sinan Idrizi, që tregoi fisnikëri, duke takuar edhe tifozët e Elbasanit, pavarësisht sjelljes së tyre jo qytetare. Këto ngjarje gjetën një ehon të madhe në mediat televizive, të shkruara dhe portale. Televizioni 6+1 Vlora e pasqyroi me realitet dhe vërtetësi gjithçka ndodhi. Për këtë arsye, ai shpreu falenderimet dhe vlerësimin e tij për gazetarin Ermal Sika, duke theksuar se raportimi i tij për televizionin 6+1 Vlora dhe Panorama Sport i dha publikut një pasqyrë reale dhe të plotë të asaj që ndodhi në stadium gjatë dhe mbas ndeshjes.